Eksponentët e partisë që ka marrë më shumë se gjysmën e votave në zgjedhjet e parakohshme nuk kanë deklaruar nëse do t'i ofrohet mbështetje Vjosa Osmanit për mandat të dytë si presidente. Artan Abrashi, i cili si kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje ka siguruar votat për deputet, ka kundërshtuar edhe kërkesën për zgjedhjen e presidentit konsensual të parashtruar nga kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku. Ndërkaq ka arsyetuar edhe deklaratat e Osmanit për mandatin e ri. Sa i përket çështjes të neutralitetit, kemi këndvështrime të ndryshme rreth kësaj. Është shumë legjitime që ata të cilët pretendojnë pozitën e presidentit të fillojnë në një farë mënyrë një fushate për me marrë mbështetje nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, për shkak se janë deputetë e Kuvendit të Kosovës ata të cilët e votojnë për zgjedhjen presidentin e Republikës tonë. Nuk ka diçka të keqe këtu edhe nëse zonja Osmani angazhohet në këtë drejtim. Abrashi, duke folur për mbështetjen ose jo të kandidaturës së Osmanit për presidente, ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje mbetet e hapur për të gjitha opsionet. Edhe Adnan Rustemi, që ka siguruar votat për deputet, ka refuzuar të flasë për mbështetjen e mundshme të kandidaturës së Osmanit. Por ka thënë se opozita duhet të reflektojë kur të vijë në rend të ditës zgjedhja e presidentit. Varet shumë se çfarë sjellje do të kemi nga opozita. Po e them, nëse do të kemi replikim të vitit 2025, do të kemi vështirësi, sepse ne nuk I kemi 80 vota. Por unë po besoj e uroj që opozita të ketë sjellje tjera gjatë këtij viti dhe natyrisht të luajë rolin opozitar në përputhje me rezultatin e zgjedhjeve, në përputhje me mjetet kushtetuese që ekzistojnë në Kosovë. Mandati i presidentes Osmani përfundon më 4 prill. Për të zhvilluar procesin në 2 raundet e para të zgjedhjes, kërkohet korumi prej 80 deputetësh që duhet të qëndrojnë në sallë. Bazuar në numrimin e votave, Vetëvendosja ka 57 deputet dhe me ligjvënësit e komuniteteve, pa përfshirë ata të listës serbe, mund ta bëjë shumicën parlamentare prej 68 deputetësh. Sipas kushtetutës së Kosovës, presidenti I ri duhet të zgjidhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Nëse në 3 raunde të votimit asnjëri nga kandidatët nuk merr votat e nevojshme, atëherë shpërndahet kuvendi dhe shpallen zgjedhjet e reja, mundësi që nuk e ka përjashtuar kryetari I Vetëvendosjes Albin Kurti.